Jemi ardhur tek Minira e Trepçes me hongër një iftar bashkë me punëtorët këtu me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Hajde, agjerim të pranum krejtve edhe inshallah Zoti ja u bën kabull krejtë. Por ju falenderojmë Zotit, t'i gof shumë falë që na ka dhënë mundësinë edhe neve këtu për të agjeruar. Çe ondi, çe? Që tash për momentalisht jena 864 metra thellësi. Kur na u kanë mbyt dy shok. Shumë është vështirë me humb shokin. E ke ropi shumë që e ke marrë këtë profesion. Ballaj me thot drejtën. Miqtë mi përshëndetje nga unë Dorontina. Paka shumë gjendjen për mashinën se si ju vesh, edhe po ja merr mendja se ku marr. Jemi ardhur tek Minira e Trepçes me hongër një iftar bashkë me punëtorët këtu me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, edhe për me pa punën përse afërmi rreziqet, ballafaqimet e krejt çka keni marrë me neve edhe me i pa përse afërmi. Është hera por mos harrej me cek që edhe unë jam të orë këtu. Po shpresoj, hajde me bismillah. Po shpresoj që kemi me kalu mirë. Nuk është që nuk e kem pak frikë. Pra bashkë me neve isheni edhe ju pamjet. Gadit! Në të bëmë është genu për iftar. Unë të bëjë zhurë, ma përshës një hajde mas me. Hajde. Po shpia e madhe, a do në mësafir? Përshëndetje, që shjeni krejt, hajni mirë? Që ka dole, mirë faleminderit ju, që shjeni, hajni mirë? Edhe na kena orë për iftar. Edhe na jemi me Ramazan, apo na pritni? Edhe sa ka metë se nuk e di as komur, as kom. Bere ta po po? Po, heqe. Allo, o bo e levre? Rysë të sus. Edhe so? E këto o veshtia ju? Po, mërëna mundësi ju. Edhe 2 minuta. Edhe 2 minuta. Po ullëm ka dole pe kënojmë na i dovna, ku muna mu ullune? Nësja, e kam edhe kamermonin, edhe këto e kam agjerushëm. Kështë që na po hojnë, e kamermonin le të vazhdojnë me gjyri. Edhe ati ja bojnë alive. Kësmet. Qysh jeni, po filloj prej juve, se ata i kom lërë, rasim që shia je mirë. Ane apo ndroma di qysh se dikush do të më të regu. Që rasimi diku e ma i ma që 15 vjetë është. Cilin? Ajë që gjaka të Ajde, Ja, po, hajtë që one po vi ma letë. E ti këta se këta e në shejfë. Që po foli me juve, a? Okej. Po më intereson që shenesin një ditë edhe derisa të mbaroni orarin e punës. Mas pari e morëm, do më thonë, orarin për mbikëqysit, vina nga lartë, do më i veshëm robat e punës, vim këto në zyre, na të regon e këshyr fletorën e punës mbikëqysi, edhe gjithë ka i kemë punishtet, ka i kemë punët, shkojna në për pozita, punojmë qatë monëm edhe vina për afërsisht këtë iftarit, një 10 minuta për iftarit edhe vim që këto jemë tarë, do më thonë, po prejsu me boj iftar. Si të kryjna iftarin, shkojna prapë në për punishta ku e kemë vendin e punës. Po derin me nxes, a? Jo, deri Nora, deri në gjysë nuk vina këto, deri në gjysë në 10 zvina zyre, deri t'i kryjnë punët. Ashtë e frekshme ki puna që e boni, se une me t'hy këto, Kjo nuk kërhu pa krejt, emrin me mveç që shë ki, nuk e desha. Kjo punë nuk është pa rreziqe, po na e bujna me vetë dëshirë, do më thonë, me vullnet e bujna. Se pa rreziqe kjo s'është. Hajde, agjerim të pranum krejtve, edhe inshallah Zoti ja u bën kabull krejtve, faleminderit shumë. Hajde, ondi. Iftarin e përfundum, ju faleminderit shumë krejtve që na pretet një iftar, edhe ishte shumë kënaqësi me ndonë një iftar ma ndryshe se që jemi mësu. Unë për veti është hera parë që jem këtu, edhe është shumë kënaqësi me hongër një iftar bashkë me juve. Faleminderit për juve mas pare, që keni gjetë kohë me ardhë, me bo bashkarje iftarit me neve, duke po vështërësit tona asimirator,
gjithë nominatorët kemi pak vështirësi puna e Ramazanit e puna e këtyne, se pak është Ramazani pak më ndryshë, ashtu të flasëm realitetin është pak më zor. Po pas pari ju falimderuam Zotit, t'i gof shumë falë që na ka dhënë mundësinë edhe neve këtu për të agjeruar. Është vështirë, po me kalimin e kohës pi ballafaqojmë edhe këtë rast edhe duke falimderuar gjithë shoqërive këtu që punojnë së bashku, kalojnë jetë shumë të mirë, kalojnë me gjithta stafin tonë, me gjithta shok, po ashtu me inxhinierat e drejtorat më falimderu që na kanë dhënë na kanë dhënë edhe kohën pak për me bëj iftarin këtu pishin edhe vetë që shikem senet, po me gjitha ta është shumë mirë, për neve është pak vështirë, po kuptohet ajo punë, po është kënaqësi. Edhe juve falimderit që keni pas kohë, që keni gjetë kohë më ardhë, me ndo kohën me neve, me bu një iftar me neve, pishin edhe vetë senet. Është kënaqësi e jona gjithmonë. Po më intereson, me që jemi tek Ramazani, po du me undole edhe pak, ka diçka ndryshim në orar, mase që ju krejt jeni agjerueshëm? Valla jo, me të drejtën, ndryshimi është vetëm për ndrimin e tretë që e kemi, ndrimin e tretë që fillojna prej orës, zakonisht kena fillu prej orës 19, po tash fillojna prej orës gjys 10, deri kanë 3 ora, në 3 ora dalmi, pastrohemi dhe se dhe shkojna për syfyr të shtëpia, kush mundi me më rrinjë, dikush sikush për shembull për mua është pak më vështirë, se është pak më larg e kam ofer 60 km udhëtoj deri në fshatin tim atje ku vi. Do thotë, në kohët syfyrit, po. Shkon e bën syfyrin? Po, shkoj e bëj syfyrin. Jo, e përfundojna. E përfundojmë. Qështu ne kanë dhënë drejtorat, faleminderit edhe për tyne që ne kanë mundësu këtë farë mundësimi, se pak është vështirë. Unë kisha pas dëshirë me dal edhe me eksploru pak. Thëm drejtë nuk kam një huri, e kam fjallin nuk im kon kur përse ofërmi me i po pomjet, edhe kisha dash me ndalë të pikat kryesore, me na spjegu. Po. E kam edhe nëllë shumë dritën? Nalët shumë me aty. Qa ma dhe mu dritën? Super. Ka po vazhdojmë? Vazhdojmë deri të pinta, të pinta qendrore kryesore, ku është... Veqysh mja buna... Ta dhe del t'i qiklene? Me u afru, shka kur... Po, mujna mu afru. Pinta është që atje e cila bëhet zbrazja e vakonave dhe bëhet mbushja që kalon zeja me të dhe që kalon jashtë. Këto është pinta jemi në horizontin e 19. Po, sa horizonte atyshje? Po, fillojnë për horizontit 6, 7, 8, 9, 10, edhe kjo është i 11. 12-in hala nuk kena fillu për me punu, së është pak vështirë se ka dhe ujra shumë, po me kalimin e kohës ma mërmendja që do të shumë edhe ato. Këto është pinta qendrore, kryesore, që bëhet është shprazja e vagona u këto, edhe këto kalon dzeja poshtë, vjen ata skipat, janë ata skipat që e bojnë nxjerrje, janë skipat që e marrin peri poshtë, atje vazhdojnë skipat, e ngjiten krejt për nalt, atje edhe e qesin jashtë dzejen. Tregon sa metra thellësi jemi në qitash momentalisht? Qitash për momentalisht jena 864 metra thellësi. 864 metra thellësi e keni gazetarin, mundi me metat pa gazetar? Jo. Krejt ata që nuk ju pëlqej ose së mdojnë që? Pak hajgore. Çfarë ndjesie është ose a je mësu tash? Jemi mësuar se... A ka moment kur e kini frikë së brenda vetes? Jo. Shumë interesant është hera parë për mu në hiç nuk u tuta. Jo, asna s'kemi frikë, është sigurt, është gjithçka e mirëmbajtën e mirë, është e përcjellë nga stafi inxhinierek edhe drejtor, është gjithçka është në rregull, çdo javë vinë përcjellën inxhinierat, drejtorat, kryepunëtori, çdo herë vinë këtu e na këshyrin, faleminderit për tyne shumë, na rrin gati, na mësojnë, po dhe na, unë si nxehtar, edhe unë i një punën, na vesin edhe neve. Si se bën punën i ndërëm? Këtë punë e bëj që 14 vite. Që 14 vite. 11 vite kam qenë minierën e Artanes, që 3 vite e gjysë jam këtu. A po se ka diçka interesant që ja vjen? Janë fushjet e lokomotive edhe kështu. Përshëndetje ndërëm. Hajde, mirë,
Një Dorotina e gazetore. Faleminderit shqiptar që kajtë na vjen mirë. Ç'shi, ai i mirë? Mirë, Masi ta pun kështu. Me punë mirë? Mirë, po shkon që shkofe mirë. Apo lodhni? Po lodhet janë veç përgjithësi na mund vullnete këtu. Keni vullnetin, Po, gjithmonë. dëshirën e poshtë një staf të jetë i mrekullueshëm. Nuk e besoj që njerëzit që punojnë ndoshta me një punë në zyre nuk e kanë këtë vullnet. Për atë edhe Zoti ju ndihmon dhe inshallah ju ruan gjithmonë. Respekt edhe për juve. Na u kënaqem me juve. Po edhe na vëllojmë ju apo vjen pak këto zyre? Çka ka të Kem zyre? këtu, veç sa hangëm iftarin këtu. Ju boft mirë pa herë. Veç sa hangëm iftarin. Po më mëres lëresh. Përshëndetje, ju boft mirë. Ç'është jeni? Ajni mirë. Zoti ja u pranoft agjërimin. Faleminderit shumë, ndërum na vetë sa e përfundum me një zyre ma poshtë. Edhe e bënëm iftarin bashk. Faleminderit shumë. Zoti ju rujt. Po, gjithandej unë jam. Gjithkan në Kosovë. Ju përshëndes. Vjen mirë, hajde me të mira. Indrum, shihemi, me të mira, punë të mbarë. Edhe juve gjithashtu. A dhe kjo është ondea? Përshëndes, a? A dhe ti je ondea? Jo, jam bledi. Se ta ondi. Që ondi, që? Jemi shumë drime. Okej. Edhe nuk na vjen shumë me fat. Jam herë një ditë, herë një ditë atje. Ale na jem drimi, na të vazhdojmë në gjithë një 2 ditë parën, 2 ditë dytën, 2 ditë tretën, 2 ditë i kena pushim. Po shumë i keni gjatë javës? Gjatë javës, po. Gjatë javës. Po, a i keni ditë të caktuar? Jo, në bare qysh na bje, herë na bjen të hanën, herë të martën, herë të mërkure të tejtë, herë të shtunë e dile, gjithë qysh na bjen. Shka ka diçka këtu që ja vlen me shkuna me po për së afërmi, edhe me ful? Po, ku bëhet shpimi, ku bëhet shpimi në minjerë, edhe qysh bëhet shpimi, qysh e bëjmë dzehjen, eksploatimin e dzehjes kretot, qysh i bëjmë. A po shkojmë të dorë? Po shkojmë të së. Apo vje për nuk që të të maqina në të më pak, se së është najtë ndimë si janë. Jo, bosh, zero, se shkoj qatë. Ko shkoj? Ja, së është, hajde, rështi, hajde. Ndëru me ju pytë kështu. Ju thatë që për 14 vite jeni punëtor këtu. Po. A posë në një herë diçka që e mbon mend në problem këtu, ose a ka pas në herë lëkundje diçka se... Jo, problemin më të madhen e kemi pas kur gjatë kohës të 2000 kur na u kanë mbyt dy shok. Haki Arifi në inxhinierit zestaris nga Glogovci Lipjanit, Indjeri, edhe ka ndodhur një rast një fatkeqësi me shumë është vështirë me humb shokin. Unë atë ditë kam qenë në pushim vjetor, po na kanë thirrë, kur jemi shku e kena pa ishte merr. Po në gjendje të mërrushme? Gjendje të mërrushme. Që i ka ndodhur më saksisht? Më saksisht humbje jete. Po, humbje jete mirë, po në çfarë forme? Forma ka qenë pjesa tavanore e cila ka rshit dhe e kanë zonë për funi. Për këta e kisha fjallën pyetja ime, a ka ndodhur në herë dhe këto me pas në i rast me rshit diçka ose... Jo, për që 4 vite që gjysë që jam këtu, jo, nuk ka pasur. Nuk ka pasur, në stani terg nuk ka pasur. Sa të sigurt ndihni ju, e thatë edhe më herët, inxhinierët e vizitojnë, inxhinierët e vizitojnë, gjeologët, geodetet, drejtori, mbi këshyrsat, krejt e vizitojnë, mas shumë të vizitojnë në atë zehtar që jena, e kontrollojmë, janë të sigurt punishtat, hina, qpojna, minojna, edhe atëherë vazhdojna dalmi edhe e bojrë të mëdzehje. Tash ka po vazhdojnë? Tash po vazhdojna minus 56 që tje vazhdojnë. Dhe 56. Kjo është akulje kombativa e cilja e bojna bartjen e dzehjes të. Kjo është me batari. Me bateri? Me batari është, po. Këtu janë pompat e cilat po tërheqjen e ujit, çka të vjen uji, këtu janë pompat mrena, e qesin larg ujt, e qesin horizontin e 9 vazhdon deri dhe jashtë. Shtu ka jem të econe apo frynera shumë, ka jem të econe, a ndodh për shembull rastisht me prek diçka dhe me përfundum në një farë fataliteti? Kjo është kur bartjet kur pushet uj, kjo është me këtë kablën, e cila na tregon dhe e mshelet dera për mos me dalë me prish pompat, ujt.
Edhe ma poshtë se kjo, ako? Është edhe horizonti 12, po për momentin nuk është funksionar. Dhe më thonë ti fundit është horizonti 12. Me gjithë se s'jena ka unë, s'jom ka kur poshtë, me... Se si e konë për shembull drejtar? S'ka fillu hala puna, atje veç është qysh me thonë një pjesë 5-5 është vendi, për me qysh na kanë tregu inxhinierat dhe drejtorat se unë s'kam qenë poshtë. Për shembull, kjo pjesa po mbjen sy, çka është kjo? Kjo pjesa, kjo ka pas hulumtim nxehjes, ka nxehje po s'ka pas e kanë mbyll. Po. Dhe tash kështu e lënë. Kështu e lënë, po. Pas problemi e ka kamermoni që tashti? Pak vështira, veç i regatja e di. Ashtë këtë djalli që po e përcjell gjatë gjithë kohës. Një staf shumë i mirë, na keni prit ekstrem mirë. Edhe... Uroj deri në fund, po. Me inshallah dhe këtu ka qenë qashtu, po këtu ka qenë shfrytëzimi i nxehjes, e kanë shfrytzuar nxehjen, tani e kanë bën mbylljen me beton. Do të thonë jo, vazhdoni me thy këtë gurin. Po, gurin e nxjerrëm nxehjen, pjesën e nxehjes, po dhe tani si të kalojmë që delë në shkrilaqen këto, edhe ndalojmë, edhe e mbyllum me beton. E çfarë mos e merrni a që shkon? Po mosat mbaret tash për cilësi nxehjes, sa ka nxehje. Në cilën anë, për shembull pjesën anash ose majtas, ose pjesa tavanore, çatëherë e këshyrëm, kur mbyllet që del kjo farë shifre e gurit gëlqeror, atëherë i ndërprejmë dhe i mbyllëm. Sa herë gjatë javës gjërmoni kështu, a e keni çdo ditë? Jo, çdo ditë e kemi. Punishta që ajo ku i kemi shkuën 56, ajo është që ofër 3 vjet është u gjurmu ato. I keni mjetet krejt ato? Po, i kemi mjetet, po, i kemi mjetet, më mas shumë ti na e bëjmë çpumjen me ato makinat që janë ato bashkë enkas për to që janë me ajër të komprimun, e cila vjen për snaltit ajrit, për ajrit atje nalt, edhe me të cilat shpojmë, edhe mas mbrëmje i mbushëm municion, edhe i eksplodojmë. E për që hinjën e 800 metra poshtë. Na e kem gjithë. Asë borën se kemë që kratë. Jo. Jemi mësuna, na u duket shumë, s'na u duket interesant, na u duket shumë. Me unis për punë edhe mos me konë shumë të rezi, mos me konë në qef edhe atë shkon instinktivisht aje menja që shpekalej ditin sot ose sot. Jo, me vullnet qona të tregova drejt, afër 60 km kam udhëtime që vi, me vullnet shkoj, me vullnet vi në punë. Kur qatë ditë që të pritoj nuk vi, se tut na që ndodhi shka, po gjithë me vullnet. Pe që tujtë e mbojmë familjen, mbojmë fëmin. Jo është pare halal që kjo se di. Edhe pse, une nuk e di nuk po du me hija nej ka pjesa pagës, po une personalisht... Kemi pasur vështërsi deri tash... Une mendoj që nuk ka rrogë që paguhet kjo punë. Une për 10 minuta sa i bona dheri sa erdha, e kam atë farë friken pak edhe po ju qeni gjdo ditë. Po jo, në... Ako baguni mjaftushën tashtë? Diri dikun, minatori, polici, ushtari nuk paguhet gjithë kur mjaftushën. është gjithë në rrezik me jetën. Kjo pjesa ujë që vjen në pereri atyne, atje ku është 5 nesh, 5 kaçër. A është ujtë në zetë? Jo, manena ajo është ujtë në zetë, e kemi ko gjallarë është ujtë në zetë. A jeni shurat e cilat e bojnë filtrimin e ajrit. Se këtë thonë, e bojnë filtrimin e ajrit. Po, filtrimi zakonisht ku janë punishtat e nxehta, zakonisht ku është 57 është shumë punishtë e nxehtë, janë këta ventilatorat e cilët pak e bojnë. Këtu vjen prej ka i dhejeti ujt, vjen të poshtë, edhe këta shprozet tu edhe shko drejt në pumpa dhe atjet që dolet apet e qetë nëndën e gjunja. Këta ujt zakonisht na vynë për shpime. Për shpime, qka te përën derdhet edhe është që është hidrombushjet që i bojnë ambushjet e kur shfrytëzohet punishta, apet vjen e rimbushum punishten me që marat atje në keke ato anejna, ku po di unë. E
kështu me ju pyet, apo vjen ai herë ai kush me ju po, me ju vizitu, me i ço hallët me juve? Po, vin. Me audit me një fjalë rëndësinë e juve, çfarë Vin kulturë? shumë shpesh, faleminderit për të gjithëve, vin, e shohin edhe ata, e din çfarë vështirësish kemi, çfarë punë të rron. S'kan që me bo... Duhet me bo s'kogja një zemër të modhe. Valla po minatori, që ata ju thojnë në luajtë në tukës. Interesante shumë. Shumë interesant. Nuk u kom edhe atë komenta, qka me thona, qka unë e pusho, e lemo ju që e shini qdo dit. Qdo dit e ju ka bo shpije dytë kjo. Shpija e dytë është e jonja, kjo është shpija e dytë e jonja. Edhe këtu ka qenë shfrytëzimi i dzehjes, tash të është mbushur dhe ja kena qitë ta, tash vjen edhe apet hidrombushja, toni apet e qelum spirale, në tjetër anon vazhdojnë. Është dros. Jo, kjo është beton, betoni është e qitë, kjo është betoni, tash të... Veç dhe qëto është beton. Tash të mbyllet kjo, mbushet me hidrombushje, me asisenesh, edhe apet e shfrytëzojnë për tje. Po të mu afrune edhe pak? Po, jo, lirisht ty. Lirisht, shko këqyre. Po e falimentoj unë e konë qëfar baksuzi jëm. Vashdo lirisht. Veç kryt ruje. Se po më interesën, wow, po më interesën shumë me po, jam shova që të po, tash e kem krytë e sigurum. E që kjo pjesa poshtë, si lëç, a qka është? Kjo është hidrombushje. Hidrombushje e cila, po e cila vjen nga keku. Po. Hidrombushje që është shfrytzuar nga qymyre, nga këto, atje vjen këto edhe mbushet me kësi, tani na e shfrytëzojmë pjesën tavanore, apet edhe anësore. Shkojmë këtu me etazha, shkojmë. Nuk është si minjera e artones që është me vetë mbushje, kjo është, këto e mbushum. Ajo është me vetë mbushje, kjo është tjetër në mënyrë. Shfrytëzim. Ku kemi me shku? Tash kemi shku qito minus 56, jo, është atu ku bëhet shpimi i ku qpojnë zehtarit dhe bëhet mbartja e dzehjes. A e kemi dhe shumë larë? Jo, që tash vetëm edhe pak. Këto po mduket është ujtë në zetë. Jo, ujtë në zetë është mana tonë. Se dim se më duke si, po pak është puna që është edhe pak pljohen, edhe pak... Bismillah. Edhe mikrofoni s'pa ma mon baterin. Edhe kë e ka vrej që diçka puna ka ndryshu. Edhe zotë që pisa? Kjo është 56. Mi ide nuk e keni si nëndër, po mduket vetja. Qëtash jemi në 56. Qa kemi nga të regu për këtë pjesën? Jemi ta mënte? është shfrytëzimi i minjeres me minus 56, i cili shfrytëzojna, është dzehja pishenje vetë, është atje maqina shpuse, e cila është ato, e kemi pregaditur veç me janis me qpu, to e i shpojna zakonisht 18 vrima, edhe 18 vrima i mbushum, masi që ti mbushumi, e lëshojmë linin, dalmi atje, i bojmë gati për ndezje, kur të kemë kohën e orarit, i ndezim pushk, atëherë vazhdojna i cmi pishpje. Kështu, ndrimit tjetër jalojna dzehjen, ndrimit tjetër e merë që ta dzehje, shfrytëzone e qëtë në gjaku në këtu, cili bojnë edhe bartjen me akulle komativ, edhe vazhdojnë tjetër e apet, ndrimit tjetër qpojnë, se cilë ndrim qpojnë a këto. Se cilë ndrim e ka një dzehtar i cili është me kvalifikim të lartë, si unë në shembull e kemi edhe ndimë si në lumin atje, e qështu. A i ke ropi shmën që e ke morë këtë profesion? Balaj me të drejten... A i ke pas parasysh sfidat? Jo, me vullnet e boj këtë punë. Kam shumë vullnet këtë punë. Në qëtë ku ka në zetë? Në zetë pak. Po, këtu nuk është shumë zetë që ka është 57 që atje. 57, atë e me shkua ju? Nuk mujna me shku se është pak uj shumë, e juve ju i keni... Se e shumë shku. Po, se të me pos qizbet e gjata. Për të shena historinë e përshëndesja ku morë qizbet. Apo vazhdojmë, nëse ka dhe diçka me nga të regu në regull? Po. Te kjo pjesa s'ka diçka të kjo të pjesa, jo, kjo është e cila është kavec i thojna, e cila është 3 ton, është me ajer të komprimun që vjen nga nalt, ajri me kompresora atje nalt, edhe kjo lëshohet ajri,
Edhe kjo është vetë ngarkuse, ngarkon një zehtar me ta, i cili edhe shpraz ato zehjen, edhe vja ku lokomotiva e merr e çon ku kem taj bunkeri kryesor atje, që e bojnë shprazjen. Kjo është shfrytzuar deri këtu, tash kemi shfrytzuar edhe një pjesë tavanore të këtuit. Tu kemi pasur pak vështirësi, ka qenë një shembje pak e vogël, njëherë për momentin ne kanë ndalu. A ka pas punëtor të pranishëm në momentin kur ka ndodhur shembja? Jo, zak. A unë dëgjua, ç'është e kuptoj? Kur unë dëgju shembja, që ku duket që unë dëgju një shembje e vogël, pak në thellësi ka pak poshtë. Edhe ne kanë nol stafi i inxhinierëve dhe i drejtorëve, ne kanë nol këtu punimet derisa të marrin diçka e të mbushum apet vazhdojmë me shfrytëzimin se është do të zehje shumë e bukur. Domethënë, isha të pyet ke pjesa që u shemb. Po. Domethënë ju merrni prap e rivendosni tjetrit apo çish? Apet e bëjmë mbushjen me hidrombushje edhe vazhdojmë apet punimet. Sa keni të sigurt? Është e sigurt se e kanë këshyrë stafi inxhinierik edhe na si zehtarë kemi këshyrë që nuk ka diçka rrezikshmëri, vetëm ka qenë një farë shembje e vogël. Nuk është rrezik. Përveç kësaj shembjes, a ka pas ndonjëherë një shembje që mbahet mend? Jo, sa i përket në saniter, unë nuk di që ka pas kur rreziqe, është ndër minierat më të sigurta, edhe shfrytëzimi punishtes mbaret pe zehtarë që shfrytëzon, mbaret pe cilësisë të shkambit, gjithçka është e mirë. Shumë mirë, është edhe një zehje shumë e pasur në toksore, shumë është plom, është zeng, është bakër, alumin, është vazhdojnë ata inxhiniera, stafi inxhinierik e dinë çka është për me shfrytzuar më shumë, është edhe një pjesë stafi i inxhinierik e kanë ditën e caktuar sa herë vinë gjatë javës? Po, çdo ditë vinë, çdo ditë vinë. Ja jepen një shikim këtë pjesës? Po, shikim, ja japin këtë pjesës, na tregojnë diçka, ka me shfrytzu, ka mos me shfrytzu. I falimderojmë, janë mrekullueshëm stafi inxhinierik, po ashtu kemi edhe drejtorin e mrekullueshëm, faleminderit prej tij. Me drejtorin kemi biseduar mirë, po e pas ka përfunduar ndrrimin, edhe nuk arritëm me po. Jo. Po gjithsesi pas ka punëtorët që as me drejtorin s'besoj që kishim kalu më mirë. Faleminderit për juve. Edhe kohën që keni gjetë më ardhmë na vizitu. Edhe që kënaqësi e jona gjithmonë. Edhe jona. Edhe është hera e parë na që po vim këtu tamon me e pa përse afërmi. Edhe dhe më thonë në koment, qka po shohim, lema me punu. E kemi mësu, kanë ndiherë balëve që me rreziqe, po jo me rreziqe të mëdha, dhe me rreziqe të shpeshta, jo. Shumë ka ndurë me të shem ofër te e diqka? Jo. Cilat janë që të rreziqe që po rreziqe të zakonisht që si mbaret pjesa tavanore, nëse nuk i rrina i thojna për mi kovat, nëse nuk i rri gati ato mund me pas në i guri me tra në shlem ose me të frigu ose me tra në trop dikon ose me të grith ka pa, po na zakonisht i urrim gati atyne, shumë i urrim atyne sene gati, deri me sot të tham drejten probleme s'kemi pas, lëndime s'kemi pas, po që ka shku dhe zoti. Allah me kohë gjithë kjo pjesë, veç me po me sy e lemo me arrit, me mirë mbajt, me pas kujdesin. Edhe kujdesin, edhe shfrytëzimin, edhe gjithë. Pak më stënë që e keshë dhe më të përita. Po, kemi na do atje... A mëj me nëzirë në i sanën e? Po shkojmë atje nëzirë. Me morë me vete? Po, pak, japëm diçka kemi. Po, mërë, ja kemi diçka atje, ma mërë vendja që kemi diçka. Qërë, farë ngjyre. Ngjyra e verë. Kjo pjesë të këshyrëm, ja s'ko për që është një kalcet. është një kalcet. Po nuk është... Shmu bo dura, krejt. Po kemi atje. E verë. Kemi atje, kjo është më bukur. është pak i lëndun, i vronë, po kemi atje në zyren edhe jo dhojnë diçka. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe në orë të punës pak ta kena
Marrni pjesë të kohës. Jo, më hiq. Ishte shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për neve. Zoti ju dhuroft shëndet, e krejt mirat, e ju rujt, se nuk është e lehtë me bën një punë si kjo. Faleminderit edhe për juve, edhe për kohën që keni gjetë. E ju falenderojmë, e një ditë sa më të mirë, e kalofshi mirë. Faleminderit shumë. Ditën e Me të mirë. mira, miropafshim, Ditën e të mbarë. Miqtë e mi, jemi drejt fundit. Është eksperienca më e mira ndonjëherë që e kam përjetuar, na u kënaqem, shpresoj që jeni kënaqur edhe ju me neve. Një staf i mrekullueshëm, një punë e mrekullueshme. Edhe një herë po them, duhet me pas një zemër shumë të madhe me kon punëtor i kësaj miniere. Kështu që unë ju përshëndes gjithve, e na kemi me u pa në takimin tonë të ardhshëm. Mirëmbëçin. Mos harroj me cek, stafi i mrekullueshëm, një dhuratë për neve gazetarët. Kam e mbajt kujtim edhe si dekor në shtëpi. Faleminderit shumë.